Gjatë natës kanë vazhduar reshjet e shiut dhe ka filluar dëbora në të gjithë zonën veriore dhe juglindore të vendit. Në rajonin verior ka pasur reshje dëbore në Bajram Curri Valbon, Ura Bujan Qafmorin, Bujan Qafmorin Dogan, Sopot Kernaj, Qaf Mejdan Tropoj Bucaj, Bulqiz, Qaf Bualli Peshkopi, Peshkopi Maqellar, Hanihoti Dogana Vermosh, Kukës Bushtric, Bajram Curri Valbon, Puk Fusharës, Bog Theth dhe Qaf Mali Fush Dukajgjin. Në rajonin qendror në Surrel, Qaf Prisk, Qaf Moll, Elbasan Gjinar, Ib Kërrab Elbasan. Në rajonin jugor në Llogara, Qaf Than, Korç Voskopoj, Boboshtic Dardh, Korç Ersek Leskovik. Kontraktorët me mjetet dhe punëtor janë në terren për të bërë pastrimin e akseve rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar bën thirrje për të shmangur lëvizjet jo të domosdoshme me automjete. Përdorimi i gomave dimërore është i detyrueshëm për automjetet që qarkullojnë në zonat malore apo ku është njoftuar për prezencë dëbore dhe ngricash.